jo zmarrku përfaqëson veten e vet dhe jo Shqipërinë. Kështu ka qenë gjithmonë edhe në Zvicër, edhe tani në Shqiptari. Jo zmarrku ose Josefin Marku, miku im, ti kërkoj falje gjithë popullit shqiptar. Në fakt për të bëmë që ai e ka bërë në Zvicër, e din të gjithë shqiptarët këtu. Ajo që ka ndodhur në Big Brother, në VIP Shqipëria, nuk justifikohet. Dhe e pak të besoj është që Jos Marku ose Josefin Marku, miku im, ti kërkoj falje gjithë popullit shqiptar. Gjesti është personifikim i kosovarëve. Nuk mund të jesh kosovar e të mos e shohësh veten tek gjesti. Kjo është e para. Mënyra si gjesti komunikon dhe si ai e sheh gjërat është gjë më absolute dhe totale urbane kosovare. Për këtë arsye, desha me thonë që shumë persona e kanë marrë afër zemrës sulmin fizik të Josit ndaj Gjestit, nga se e shohin veten tek Gjesti. Unë nuk pajtom se Josi e ka përqafë popullin shqiptar, sepse në Kosovë ne e dim se Josi nuk përfaqëson Shqipërinë. Më thonë, gjithë shqiptarët ku të që janë, ai nuk e përfaqëson, e dim këtë. As burrat e shqiptar. Burrat e shqiptar i përfaqësojnë Ademir Shari, Ismail Qemali, Saboritinet e tjerë. Dhe jo persona të përveçëm si Josefin Marku. Gjeci, si kam thënë nga javë e parë, do të jetë fitues dhe këtë epitet e konfirmoi edhe Jos Marku. Por përveç fitores, Gjesti po del edhe me një të dashur fantastike, siç është Eglit nga Shqipëria. Dhe për këtë qasje e Josit s'ka fare probleme. Jos Marku përfaqëson veten e vet dhe jo Shqipërinë. Kështu ka qenë gjithmonë edhe në Zvicër, edhe tani në Shqiptari. Kështu që kjo ishte e gjitha që desha me thënë. Ju përshëndes ku që jeni, gjithë lexues dhe dëgjues të juaj. Është mirë të mirëmi edhe gjëra tjera që kemi Kosovë, e cila në Prishtinë në një vajzë në moshën më të re e vrau veten apo ndodhin gjitha gjëra tjera. Kemi gjërat edhe më të rëndësishme të mirëmi se që mirëmi edhe me këtë gjë që ndodhi para disa dite. Sa përket talentit, Josi është një talent shumë mirë. Talent kogja i madh në muzikë. Kuptohet që unë kam pas shoqëri dhe jemi vllazëruar, domethënë, por çështja e shqiptarisë nuk mund të përçan askush, as Gjesti, as Josi, as Laerti apo ai tjetër. Do thotë, kjo është çështja që është shqiptaria është më e madhe se kretë ne, sepse kombi është mbi të gjitha. Nuk mund të përçajmë, nuk mund të ndajmë Shqipërinë me Kosovë, sepse ne jemi një gjak, një komb. Neve na kanë nda padrejtësisht Evropa, bota, sepse sigurisht që ne nifemi prej Qeverisë edhe deri te qyteti Nish, fjala thuhet 1-2-3. Do thotë ne duhet jemi sa më afër kombit. Nuk bën përçarje, nuk bën sharje fyrje në Instagram o Facebook ose ta gjykojmë, ta paragjykojmë, ta shajmë, ta fyjmë familjarët e tanë, sepse ne jemi të gjithë jemi të gabuar. Do thotë vetëm Zoti është i pagabuar, edhe nuk guxon një individ me përça kombin shqiptar, nuk ka mundësi kjo. Kështu që të kemi kujdes, sepse shqiptaria është më e madhe se ne të gjithë.